Mosbesimi sistemik ndaj të tjerëve është një nga barierat psikologjike më të ngurta dhe komplekse që një qenie njerëzore mund të ndërtojë rreth psikikës së vet. Kur një person arrin në përfundimin se nuk mund t'i besojë askujt, ai nuk po merr thjesht një qëndrim të kujdesshëm ose të matur, por përkundrazi, po aktivizon një sistem mbrojtës që shpesh është rezultati plagëve të thella emocionale dhe një botkuptimi të shtrembruar nga dhimbja. Për psikologjin, besimi është ngjitësi i marrëdhënieve njerëzore dhe themeli i zhvillimit të shëndetshëm të fëmijës. Prandaj, mungesa e tij e plot tregon një prishje në themelin e sigurisë ontologjike të një individi. Pëlqeni, abonohuni dhe shpërndajeni. Le të fillojmë. Të kuptuarit pse dikush vendos të mbyll të gjitha dyert intimitetit të tij, kërkon një analizë të plot që përfshin gjithçka, nga teoritë e hershme të lidhjes deri te mekanizmat e mbrojtjes kundër traumës dhe ndikimi i kulturës bashkëkohore. Origjina e mosbesimit shpesh gjendet në fazat më të hershme të zhvillimit njerëzor, konkretisht në atë që Erik Erikson e quajti faza bazë e besimit mosbesimit. Gjatë vitit të parë të jetës, foshnjat janë plotësisht të varura nga kujdestarët e tyre për të përmbushur nevojat e tyre fizike dhe emocionale. Nëse kujdestarët janë të qëndrueshëm, të dashur dhe të përgjegjishëm, fëmia zhvillon bindjen se bota është një vend i sigurt dhe se njerëzit në përgjithësi janë të besueshëm. Megjithatë, nëse mjedisi është neglizhent, i paparashikueshëm ose abuziv, fëmia përvetëson një kornizë mendore ku të tjerët perceptohen si burime rreziku ose mashtrimi. Ky mosbesim bazë bëhet filtri përmes të cilit personi do të interpretojë të gjitha marrëdhëniet e ardhshme, duke supozuar se tradhtia nuk është një mundësi, por një siguri e pashmangshme. Sipas teorisë së lidhjes së John Bowlbyt, njerëzit që nuk i besojnë askujt shpesh shfaqin një stil lidhjeje shmangse ose të çorganizuar. Individët me lidhje shmangse kanë mësuar se kërkimi i ndihmës ose shfaqja e cenueshmërisë jo vetëm që është e padobishme, por mund të jetë edhe kundërproduktive. Si rezultat, ata zhvillojnë vetëm jaftueshmëri kompulsive, një mburoj pavarësie që u lejon atyre të shmangin afërsinë emocionale. Për këta individ, mosbesimi është një mjet për autonomi. Nëse nuk të besoj, nuk kam nevojë për ty. Dhe nëse nuk kam nevojë për ty, nuk ke fuqinë të më lëndosh. Kjo strukturë e mbron individin nga dhimbja e refuzimit, por në të njëjtën kohë e dënon atë me vetmi kronike, duke përforcuar perceptimin e tyre se bota është një vend i ftohtë dhe armiqësor, ku të gjithë duhet të kujdesen vetëm për interesat e tyre. Trauma e tradhtisë është një faktor tjetër përcaktues në psikologjinë e mosbesimit. Ndryshe nga një fatkeqësi natyrore ose një aksident, tradhtia përfshin një shkelje të qëllimshme të besimit nga një person i rëndësishëm, siç është një prind, partner ose mik i ngushtë. Ky lloj përvoje prish aftësinë e trurit për të parashikuar sjelljen e të tjerëve. Viktima e tradhtisë vuan nga ajo që njihet si një plag lidhjeje, e cila gjeneron hipervigjilencë të vazhdueshme. Sistemi nervor mbetet në një gjendje gatishmërie të lartë, duke skanuar çdo fjalë dhe gjest të tjerëve për shenja mashtrimi. Për këta individ, mosbesimi nuk është një zgjedhje racionale, por një përgjigje biologjike mbijetese. Truri i tyre ka mësuar se ulja e vigjilencës është e barabartë me rrezikun e vdekjes emocionale. Psikologjia kognitive e shpjegon këtë fenomen përmes konceptit të paragjykimit konfirmues dhe skemave të mosbesimit dhe abuzimit. Një person që nuk i beson askujt tenton të kërkojë dhe të mbajë mend vetëm informacione që konfirmojnë bindjen e tij se njerëzit janë keqdashës. Nëse dikush i tregon mirësi, në vend që ta pranojë atë si një shenjë bujarie, mendja e tij nxiton të kërkojë motive të fshehura. Ai pyet veten se çfarë dëshiron ai person në këmbin ose çfarë lloj manipulimi fshihet pas buzëqeshjes. Ky proces mendor krijon një profeci vetëpërmbushëse. Duke vepruar ftohtësisht, në distancë ose me dyshim, personi mosbesues përfundon duke provokuar refuzimin nga të tjerët, të cilin më pas e përdor si provë se askush nuk është i besueshëm.
Neurobiologjikisht, mosbesimi I vazhdueshëm lidhet me hiperaktivitetin e amigdalës dhe ndjeshmërinë e reduktuar të receptorëve të oksitocinës, hormonit që lehtëson lidhjen sociale. Në një tru që nuk beson, qarku I shpërblimit që normalisht aktivizohet gjatë bashkëpunimit social frenohet. Në vend të kësaj, aktivizohen qarqet e frikës. Personi përjeton një përgjigje fiziologjike ndaj stresit, ndaj afërsisë emocionale, duke e bërë intimitetin të ndihet fizikisht I pakëndshëm ose edhe I padurueshëm. Ky lidhje nervore e bën jashtëzakonisht të vështirë për individin të besojë thjesht, pasi trupi I tyre në thelb po I bërtet të largohet ose të mbrohet kundër asaj që ata e perceptojnë si një sum të afërt ndaj integritetit të tyre psikologjik. Vetvlerësimi I ulët luan gjithashtu një rol kyç në këtë cikel. Ekziston një marrëdhënie paradoksale midis mënyrës se si e shohim veten dhe mënyrës se si u besojmë të tjerëve. Nëse një person ndihet I paaft në thelb, I padenj për dashuri ose plot turp, do ta ketë të pamundur të besojë se dikush mund ta dojë ose ta ndihmojë pa egoizëm. Mosbesimi I tyre ndaj të tjerëve është në realitet një pasqyrim I mungesës së besimit të tyre në aftësinë e tyre për t'u dashur dhe në gjykimin e tyre për të zgjedhur njerëz të shëndetshëm. Ata mendojnë se nëse dikush u afrohet, kjo duhet të jetë sepse kanë qëllime të këqija, pasi nuk mund ta konceptojnë që dikush mund t'u afrohet thjesht për kënaqësinë e shoqërisë së tyre. Përveç faktorëve individual, nuk mund ta injorojmë ndikimin e kontekstit shoqëror dhe kulturor. Jetojmë në një epokë cinizmit të përhapur gjerësisht, ku konkurenca ekstreme dhe ekspozimi I vazhdueshëm ndaj lajmeve për mashtrime, tradhti politike dhe mosbesnikëri mediatike nxisin një kulturë dyshimi. Erozioni I kapitalit shoqëror dhe humbja e ndjenjes së komunitetit nënkuptojnë që tjetri shpesh shihet si një I huaj ose konkurrent në vend të një aleati të mundshëm. Për shumë njerëz, mosbesimi nuk është vetëm një tipar personal, por një përshtatje ndaj një mjedisi që ata e perceptojnë si grabiqar, ku dinakëria shpërblehet mbi ndershmërinë dhe cenueshmëria ndëshkohet si dobësi. Pëlqejeni, abonohuni dhe shpërndajeni. Mosbesimi mund të jetë gjithashtu një simptom e çrregullimeve të personalitetit, siç është çrregullimi paranojak I personalitetit. Në këto raste, dyshimi është I përhapur, I vazhdueshëm dhe I pajustifikuar. Individi është I bindur se të tjerët po e shfrytëzojnë, mashtrojnë ose dëmtojnë atë, edhe kur nuk ka prova objektive. Kjo ngurtësi mendore bën që çdo ngjarje neutrale të interpretohet si një ofendim personal. Jeta e këtyre individëve bëhet jashtëzakonisht e kufizuar, pasi ata izolohen shoqërisht për të shmangur komplotet e imagjinuara, duke I penguar ata të marrin mbështetjen emocionale të nevojshme për të korrigjuar perceptimet e tyre të shtrembruara. Kapërcimi I mosbesimit total është një proces I ngadalt dhe delikat, që kërkon krijimin e një aleance terapeutike të bazuar në durim dhe transparencë absolute. Terapia synon të ndihmojë individin të testojë gradualisht bindjet e tij katastrofike përmes eksperimenteve të vogla të besimit. Bëhet fjalë për të mësuar të dalojmë midis maturisë së shëndetshme, e cila na mbron nga dëmi I vërtet, dhe mosbesimit patologjik, I cili na privon nga lidhja njerëzore. Qëllimi nuk është që personi t'u besojë verbërisht të gjithëve, por përkundrazi, të zhvillojë një radar më të saktë për besimin dhe të rifitojë aftësinë për të qenë I prekshëm me njerëzit e duhur. Si përfundim, njerëzit që nuk I besojnë askujt nuk janë në thelb të këqij ose të ftohtë. Ata janë qenie njerëzore që, në shumicën e rasteve, janë lënduar thellë dhe kanë vendosur që kostoja e lidhjes është shumë e lartë krahasuar me rrezikun e tradhtisë. Vetmia e tyre është një fortesë e ndërtuar për të mbrojtur një zemër që nuk mund të durojë më dëmëmte të mëtejshme. Megjithatë, ndërsa mosbesimi ofron një iluzion sigurie, ai vepron gjithashtu si një kafaz që pengon rritjen dhe gëzimin. Shërimi I vërtet fillon kur individi kupton se, megjithse besimi është I rrezikshëm, të jetosh në dyshim absolut është një formë të jetuarit të një lloji vdekjeje. Rifitimi I besimit në njerëzim është, në fund të fundit, rifitimi I besimit në mundësinë të qenit I dashur dhe I kuptuar,
Një udhtim që fillon me hapin e vogël, por revolucionar, të lejimit të vetes të besoj, qofteve për një moment, në mirësinë e të tjerëve. Kjo pikë kthese përfaqëson momentin kur një person ndalon së shikuari armaturën e tij si mbrojtje dhe fillon ta perceptojë atë si një burg. Të jetosh në dyshim absolut kërkon një investim shkatërues të energjisë psikike. Truri duhet të mbetet në një gjendje të përhershme alarmi të kuq, duke analizuar çdo fjalë, çdo heshtje dhe çdo gjest të tjerëve në kërkim të tradhtisë së fshehur. Kjo hipervigjilencë jo vetëm që i shteron gjëndrat mbiveshkore duke mbajtur nivele kronike të larta të kortizolit, por gjithashtu shkatëron aftësinë për të shijuar të tashmen. Në fund, individi kupton se siguria absolute që kërkonte, duke mos i besuar askujt, është një paqe vari, një ekzistencë sterile, ku asgjë nuk mund ta lëndoj, por ku asgjë nuk mund ta ushqej, frymëzoj ose doj. Rifitimi i besimit në njerëzim nuk do të thotë të adoptosh një qëndrim të rrezikshëm naiv, ose të injorosh faktin se njerëzit janë të aftë të shkaktojnë dëm. Përkundrazi, do të thotë të zhvillosh pjekurinë emocionale për të pranuar se cenueshmëria është çmimi i pranimit në çdo përvojë kuptimplote njerëzore. Shërimi fillon kur kuptojmë se të lëndohesh është një mundësi, por se jesh i dashur është një domosdoshmëri biologjike dhe shpirtërore. Udhëtimi i kthimit drejt besimit është një proces i riprindërimit të brendshëm, ku i rrituri i shëndetshëm vendos ta mbrojë fëmijën e tij të brendshëm të plagosur, jo përmes izolimit, por përmes përzgjedhjes së vetëdijshme dhe të kujdesshme të lidhjeve të sigurta. Bëhet fjalë për kalimin nga mosbesimi i verbër dhe reaktiv në një gjykim të mençur dhe të menduar mirë. Ky hap revolucionar i lejimit të vetes të besojë në mirësinë e të tjerëve është një akt rebelimi kundër traumës së vet. Është një sfidë drejt për drejt ndaj amigdalës që bërtet rrezik dhe një bast ndaj korteksit prefrontal që thot ia vlen të provohet. Kur vendosim të besojmë edhe në diçka të vogël, po riprogramojmë rrugët tona nervore. Po lejojmë që oksitocina të qarkullojë përsëri, duke hapur mundësinë që sistemi i shpërblimit shoqëror të aktivizohet edhe një herë. Çdo përvojë e vogël e besimit të ndërsjell vepron si një balsam që zbut plagët e së kaluarës, duke i demonstruar sistemit nervor se jo të gjithë janë grabiçar dhe se afërsia emocionale mund të jetë një burim vitaliteti dhe jo një kërcënim vdekjeje. Mundësia për t'u dashur dhe për t'u kuptuar është antidoti përfundimtar ndaj vdekjes së gjallë që përfaqëson dyshimi. Të kuptohesh nga një qenie tjetër njerëzore është një përvojë që vërteton ekzistencën tonë në një nivel themelor. Kur dikush na sheh në tërsinë tonë, duke përfshirë hijet dhe frikën tonë dhe zgjedh të qëndrojë pranë nesh, struktura e mosbesimit shkërmoqet për shkak të mungesës së mbështetjes. Ne zbulojmë se besimi tek të tjerët është në realitet një reflektim i besimit në aftësinë tonë për të menaxhuar dhimbjen nëse besimi thyet ndonjëherë. Forca e vërtet nuk është të jesh i paprekshëm, por të dish se jemi mjaftueshëm elastik për t'u shëruar nëse lëndohemi përsëri. Në fund të fundit, mirësia e të tjerëve vepron si një pasqyrë duke reflektuar një imazh më të mirë të vetes. Duke u besuar, ne i japim vetes lezhet të jemi njerëz, të bëjmë gabime dhe të kemi nevojë për të tjerët. Shërimi i plot ndodh kur një individ nuk përcaktohet më nga ajo që i është bërë, por nga aftësia e tij për të vazhduar të dojë pavarësisht kësaj. Bëhet fjalë për rimarrjen e sovranitetit mbi zemrën e vet dhe vendosjen se asnjë tradhtie së kaluarës nuk ka fuqinë të diktojë të ardhmen e marrëdhënieve tona. Duke rihapur derën e besimit në njerëzim, ne jo vetëm që rimarim të tjerët, por rimarim edhe pjesën më të ndritshme të vetes. Pjesën që e di se jeta jetohet vërtet vetëm kur kemi guximin t'i lejojmë të tjerat të hyjnë. Pëlqejeni, abonohuni dhe shpërndajeni. Shihemi herën tjetër.